Asambleja e Partisë Socialiste në Pogradec ka ndezur tashmë motor të fushatës elektorale, e cila do të konkretizohet me fitoren spektakolare me 11 maj. Pogradeci me këtë ekip jo vetëm do të maksimalizoj votat, por do të jetë ndër rrethet më të mira në qarkun e Korçës që do t'i japë Partisë Socialiste mandatin e 7, theksoi Erion Thingjilli, kryetari i Partisë Socialiste, teksa prezantoi Bledi Çomon. Fryma shumë e mirë, ne kemi parë në të gjitha takimet, në njësitë aty ku kemi qenë, fryma shumë e mirë. Realisht është e mirë, kjo s'duhet të na bëj mundi mëdhenj, na bëj fotull, por duhet të na jap akoma më tepër besim që mund të arrijë mandatin e 7. Ndërsa Ilir Xhakolli tha se Bledi do të jetë mi votuari në qarkun e Korçës për disa arsye. Ne kemi këtë mundësi për t'i bërë 7 metra. E kemi mundësi sepse çka ka ndryshuar para një vit e gjysmë që mos marrin më 18 ne. Njerëzit këtu janë përveç diasporës, kështu që me diasporën ne i japim Bledit një mandat që të bëhet i pari në Republikë, jo më në qark. Dhe Çomo u shpreh i bindur se fitoria do të jetë spektakolare dhe kjo fal ekipit të tij socialist. Ju jeni të gjithë me përvojë bashk, kemi ndjekur sa fushata dhe kemi dalë fitimtar, kështu që besoj do të dalim edhe këtë radhë në një mënyrë shumë të shkëlqyer. Them suksese gjithë dhe bashk, më keni në dispozicion 24 orë, nga e hëna dhe andej dalim në teren, në qytet, edhe në gjitha njësitë administrative. Situata është shumë pozitive.